Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju lajmet më të fundit dhe ngjarjet më të fundit, gjithashtu edhe dinamikat më interesante që po ndodhin në jetën e artistëve shqiptarë. Dhe konkretisht edhe njëherë do të ndaloj tek Egli, Gjesti dhe Fifi, ju e dini shumë bukur, tashmë jeni të informuar që Egli Tako ka punuar një këngë me Fifin, kemi arritur të sigurojmë informacione që janë 2 këngë me Fifin, por kemi arritur të sigurojmë informacion se si shkon edhe kënga me Gjesti, një këngë shumë përfolur, një këngë shumë komentuar në për të gjitha media, qoftë ato sociale, por edhe mediat televizive. Pas muajsh spekulimesh, pritjesh edhe aludimesh të shumta në rrjetet sociale, duket se Egli Tako është gati të rikthehet fuqishëm në skenën muzikore. Ish banorja e edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania, tashmë e njohur jo vetëm për pjesëmarrjen e saj në reality show, por edhe në jetën personale, të komentuar gjatë e pas spektaklit, është në prag të një debutimi muzikor të bujshëm që pritet të ngjallë vëmendjen e publikut edhe të mediave. Burime të sigurta pranë artistes kanë konfirmuar se Egli dhe këngëtarja e njohur Fifi kanë përfunduar tashmë bashkëpunimin e tyre artistik, jo me një, por me 2 projekte muzikore. Këto 2 këngë të reja që sjellin për herë të parë një bashkëpunim mes 2 vajzave që publiku i njeh për autencitetin dhe emocionin që përcjellin në çdo paraqitje, janë përgatitur me shumë kujdes dhe profesionalizëm dhe pritet të sjellin një frymë të re në tregun shqiptar. Këngët janë rezultati një miqësie dhe harmonie artistike që është forcuar pas daljes të Egli Tako nga shtëpia e Big Brother VIP. Fifi e njohur për talentin e saj si kantautore dhe interpretim të ndjerë ka qenë një mbështetje e fortë për Eglin në përballimin e vështirësive që ajo ka përjetuar pas spektaklit dhe duket se kjo lidhje e fortë personale është shndruar në një bashkëpunim frytëdhënës në muzikë. Por kjo nuk është e gjitha, ajo që po qarkullon në rrjet dhe që burimet e afërta me çiftin kanë lënë të kuptohet, është se edhe kënga e shumë përfolur mes Egli Takos dhe partnerit të saj Gjestit, gjithashtu ish banori Big Brother VIP Albania 4, është përfunduar dhe është gati për publikime. Projekti në fjalë është mbajtur deri më tani në një vellë të heshtjes, ndoshta si pjesë e një strategjie për të ruajtur tensionin artistik dhe kuriozitetin e fansave. Megjithatë, sipas informacioneve të fundit, publikimi i këngëve do të bëhet në mënyrë të planifikuar dhe të strukturuar në 3 faza. Kënga e parë që do të publikohet do të jetë një nga projektet e përbashkëta me Fifin, e cila pritet të prezantohet brenda pak ditësh. Më pas Egli do të vi me një këngë solo, ku do të prezantoj stilin dhe emocionet e saj personale në një lloj vetë shprehje, e cila ka munguar gjatë gjithë kohës që ajo ka qenë larg vëmendjes publike si artiste, dhe në fund do të publikohet bashkëpunimi më i përfolur dhe më i pritur, kënga me Gjestin. Ky projekt i tretë është më shumë se sa një bashkëpunim muzikor. Ai është në sytë e shumë fansave një konfirmim i heshtur, por i fortë i faktit që Egli dhe Gjesti janë ende bashkë si çift, pavarësisht se shpesh janë përpjekur ta mbulojnë marrëdhënien e tyre në publik, duke injoruar njëri tjetrin në paraqitje të ndryshme. Tashmë duket se ky veprim ka qenë më shumë se strategji për të mbajtur gjallë vëmendjen dhe për të ndërtuar një narrativ që ngjall kuriozitet dhe interes. Publikimi i këngës me Gjestin, përveç se një projekt muzikor, mund të konsiderohet edhe si një deklaratë dashurie artistike, një dëshmi publike që konfirmon se çifti vazhdon të jetë i bashkuar dhe në harmoni jo vetëm në jetën personale, por tashmë edhe në atë artistike. Të gjitha këto projekte përfaqësojnë një kthes të rëndësishme në karrierën e Egli Takos pas një periudhë të vështirë emocionale, të cilën ajo e ka nguruar ta ndajë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale, përfshirë edhe sfidat me shëndetin mendor dhe luftën me depresionin. Rikthimi në muzikë shënon një rilindje të saj si artiste dhe si grua që ka arritur të rikuperojë kontrollin e saj të jetës. Në përfundim, publikimi i 3 këngëve të reja nga Egli Tako, fillimisht bashkëpunim me Fifin, pastaj kënga solo
dhe më pas bashkëpunimi me Gjestin pritet të krijojë një ndikim të madh në publik dhe të vendosë një standard të ri për artistët që dalin nga formatet televizive, duke treguar se suksesi nuk vjen vetëm nga fama e përkohshme, por nga përkushtimi dhe puna me dashuri edhe me artin. Janë këto në fakt zëra që përfliten për Eglin, Gjestin dhe Fifin, domethënë siç duket Egli, Gjesti dhe Fifi kanë përfunduar bashkëpunimet e tyre, në këtë rast Egli me Fifin plus Egli me Gjestin. Besoj që do t'jenë këngë shumë të bukura, do t'jenë këngë shumë të klikuara dhe shumë të mirë pritura nga publiku shqiptar.